Jeta është një amanet që duhet plotësuar. Kur thotë Allahu ayyaman ma'dudat për Ramazanin, Ramazani është ditë caktuara apo ditë shënuara, apo kur thotë në fundin e ajeteve të Ramazanit, "Walitukmilu al-idda", që ti plotësoni ditët tuaja apo periudhën obligative të agjerimit gjatë Ramazanit, kjo tregon se edhe jeta jon e ka këtë obligim. Pra detyrimisht duhet mu plotësu ditët e jetave tona. Deshëm apo nuk deshëm, jeta jon do të konsumohet. Siç thot Hasan el-Basriu, "Yabna Adam innama anta ayyam", o biri Ademit, ti je vetëm disa ditë. Pra ekzistenca jote është disa ditore, mos u mashtro. Edhe nëse jeton 200 vjet, gjë që sot s'mundet me ndodh, po le të themi se dikush po ekzistoi ka 200 vjet, prap janë ditë numëruara ato. Në krahasim me sa ekziston gjësia, në krahasim me sa kanë jetuar njerëzit para nesh, në krahasim me sa jetojnë prej krijesave të Allahut që nuk janë njerëzore, që jetojnë shumë më gjatë se sa jetojmë ne. Ti je disa ditë. Idha dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Sa herë të kalon një ditë e jotja, realisht është tret një pjesë e jotja. Ka shku një pjesë e jotja. Prandaj Ramazani na mëson që duhet me shfrytzu kohën, duhet me investu në jetën tonë. Me qenë se ditët i kemi të numëruara, duhet me bëhet pamundurën që këto ditë me i përmbush me mirësi, me vlera, me begati, mos me çu kohën kot. Edhe dëfrimin, edhe gëzimin, edhe kënaqësitë, edhe shëtitjet duhet mi bë mbi baza të shëndosha morale. Jo unë thjesht tash jam lodh për gjatë ditës, edhe po dal po pi një kafe dikun me haram. Pi kaloj disa çaste me disa shok, tu mendu se kështu duhet me u kënaq. Nuk kënaqet njëri me haram. Absolutisht jo. Dil toka Allahut është e gjane e gatë. Për ty e për mua ka kriju Allahu. Mirë po shkil në vende dura. Shkil në vende ku kënaqet shpirti. Jo ku trazohet shpirti. Dilni, thot Allahu, dhe eksploroni në tokë. Siru fil ardi. Shkoni, ecni, hulumtoni, këshini mirësitë e Allahut, sepse kjo e shton imanin. Kur ishe bukuritë e vendeve, kur ishe njerëzit me lloj-lloj kulturash, traditash, gjuhësh, njihesh më mirë me ta,